Por nëse privatësia e njeriut nuk ruhet, pra njerëz nuk kanë respekt ndaj dinitetit njerëzor. E që ish dashur diniteti njerëzor të jetë paqë barabar sa vetë ekzistenca e tina. Pra njeriu dëshiron të jetojë duke pas edhe dinitetin, duke pas garantuar edhe dinitetin e tina, jo vetëm ekzistencën e tina. Deshtra pas deshtëm, në botën postmoderne, shumica e popujve mund ta flijojnë dinitetin për sigurinë e ekzistencës. Pra, atë jemi lirë, përballë rrezikut të mos ekzistimit, apo të jem ekzistues, po të jem edhe në inë për këmbër, shoqërit tentojnë ta zgjedhin të dytën. Ka pak shoqëri që zgjedhin të parën, po të jenë të lirë edhe të jetojnë në mënyrë të dinjitetshme. Pa arsye se aja e bën njeriu njeri. Edhe abuzimi i gjëra të mëdha edhe i kompanive, komparatave, edhe i shtetëve me inteligjencën artificiale është kur qëllimi i tyre është te njerëzor, pra nuk është në epicentër vetë njeriu, veçania njeriu. Mirë po, zhvillimi i inteligjencës artificiale nuk duhet të shihet me syrin kështu vetëm negativ. Ai duhet të jetë edhe me pozitiv. Po është ajo se si ne duhet të bashkëveprojmë me të. Dhe nëse dëshirojmë të flasim për inteligjencën morale, inteligjencën artificiale dhe moralin është se si ne duhet të veprojmë me inteligjencën artificiale. E jo ajo me vetën e vet apo morale apo jo. Po si është morali i raportit tonë me inteligjencën artificiale. Ne se si veprojmë, si jemi ne në botën virtuale. A jemi po aq përgjithshëm sa jemi në botën reale, aq edhe në botën virtuale. Pra, identitetet tona të cilat i kemi për brenda botës virtuale, a reflektojnë ekzistencën tonë, apo jem identitetet tjera të ndara. Siç do të jetë veprimi moral me to. Pra, përgjegjësia mbi kë bie? Mbi çato identitete morale, mbi çato identitete virtuale, apo mbi ekzistencën tonë. Pra, si duhet të jetë bashkëveprimi jonë? Pra, fokusi i njerëzve duhet të ishte si vendosen korniza morale te edhe shfrytëzimit të inteligjencës artificiale, pra mos abuzimit të saj, po si duhet të mirë veprua, pa arsye se çdo veprim, çdo produkt njerëzor, çdo ku ka dëshmëri aty mos me ka e keqe. Nëse ne pretendojmë që në bazë pretendojmë që njeriu qenie e mirë, produktet e tij, teknologjia që del nga dora e tij, a priori do të ishte që ato të jenë të mira. Pra, duhet flasim për abuzimin dhe keq menaxhimin e jo për moralin vetë ekzistencën e saj. Po, a është e moralshme ekzistimi i inteligjencës artificiale apo është diskutim absurd. Mirë po, a është fa do të jetë morali i menaxhimit të inteligjencës artificiale? Ky duhet të ishte fokusi i diskutimit ndërmjet njerëzve. Pra, a kemi nevojë për një kornizë morale, ashtu që kemi botën reale dhe për botën virtuale?